Mirëmëngjes, përshëndetje për gjithë shikuesit nga Ona Ndekapgjy, mirë se vini në transmetim të drejtë për drejtë në Report Televizion, mirë se vini dhe mëngjesin e sotëm në emisionin Shtypi ditës dhe ju. Spari duke ju uruar të gjithëve një ditë të mbarë. Sot jam e marrë, data shënon 21 tetor për vitin 2025. Me programin e mëngjesit, patjetër, si çdo mëngjes, do të jemi nga ky moment edhe deri në orën 9 me rubrikat e përditshme, patjetër Shtypi ditës për atyre sort gazetave, mediat e rëndësishme online edhe ato në arenën ndërkombëtare. Komunikimin në studio nëpërmjet telefonatave apo edhe video call për temën e ditës, që të paktën ato biseda që do të bëjmë me njëri tjetrin, pse do të marrim një mendim edhe në lidhje me punën në krye të SPAK të Altin Dumanit, me që në 18 dhjetori mbaron mandati, ndërsa besoj shumë e rëndësishme për gjithë ata që ndjekin këtë program dhe që ndjekin Report Televizion, është edhe rreth orës 8:30 do të kemi në studio zotën Kujtim Hoxha, ekspert të pensioneve, kështu që mund të telefononi dhe drejtoni pyetje të drejtë për drejta në lidhje me problematikën që ka secili për jush me pensionet apo edhe me çështjen e indeksimit dhe shumë të tjera. Parashikimi i motit, parashikimi i yjeve. Por s'pari dhe përpara se të nisim me njëherë pasurinë e shtypit me gazetën Panorama, siç bëjmë çdo ditë, shohim pak së bashku çfarë pritet të ndodhë sot. Seanca paraprake ndaj Kryeut Bashkisë Tiranës, Erion Veliaj, do të mbahet sot në orën 9 në GKK. Gjykimi ishte parashikuar të zhvillojmë 10 tetor, por është shtyrë për shkak të bojkotit të avokatëve pas vrasjes së gjyqtarit Astrid Kalaja. Në këtë fazë pritet që gjykata të vendosë përkalimin ose jo të çështjes në një gjykim të rregullt. Kuvendi i Shqipërisë në bashkëpunim me Komisionin e Venecias organizon konferencën me temë 30 vite partneritet dhe progres, Shqipëria, Këshilli i Evropës dhe Komisioni i Venecias. Konferenca zhvillohet pranë kuadrit të 30 vjetorit të anëtarësimit të Shqipërisë në Këshillin e Evropës dhe synon që të vlerësojë bashkëpunimin institucional në forcimin e demokracisë, shtetit të së drejtës dhe mbrojtjes së të drejtave të njeriut. Kjo është një aktivitet i zhvilluar në 2 ditë, pra edhe ditën e djeshme, ku mbajti fjalë kryeministri, kryeparlamentari apo edhe kryetaria e gjykatës kushtetuese. Ndërsa gjatë ditës sotme vjon dita e dytë e këtij aktiviteti dhe do të zhvillohen 3 panele diskutimi me fokus reformën në drejtësi, procesin e vettingut, reformën zgjedhore dhe drejtësinë kushtetuese. Gjatë ditës sotme, duke nisur nga ora 11, do të zhvillohet protesta tetori i zi përpara Ministrisë së Shëndetësisë. Qytetarët do të mblidhen në protestë për të denoncuar mungesën e barnave, shtretërve dhe pajisjeve mjekësore në spitalet e vendit. Protesta zhvillohet në mbështetje të vajzave dhe të grave që përballen çdo ditë me sëmundje të rënda dhe sfida të pafundme për të kuruar protestuesit. I drejtojnë një mesazh fort qeverisë duke akuzuar se ka humbur betejën me kancerin dhe ka lënë pacientët në mëshirë të fatit. Tetori i zi në kuadër të muajit tetorit që ne jemi ende, që është tetori roz. Vjojmë njërë me pasurinë e shtypit, patjetër, dhe me njërë me gazetën Panorama. Zhvillimi kryesor ka të bëjë me aeroportin e Vlorës, do shohim në ekran edhe për të vijuar konkretisht me gjithçka pasurohet faqen e parë në këtë të përditshme. Do të kemi gazetën Panorama në këto momente me ndihmën e regjisë dhe do të vijojmë edhe në tjera zhvillime, patjetër, sepse janë të pasqyruara një mori lajmesh dhe ngjarjesh në faqen e parë. Kemi gazetën Panorama, aeroporti i Vlorës, Arber Abazi, dhëndër i Ballukut, Berisha, 135 milionë euro ndahen mes ministres dhe koncesionarit. Lidhjet familjare, kreu i PD Sali Berisha denoncoi dje kontratën e firmosur nga kryeministri Rama dhe ministrja Balluku me koncesionarin për aeroportin e Vlorës. Berisha ngriti dyshimet forta për përfshirjen e zyrtarëve qeveritar dhe lidhjet e tyre familjare në këtë projekt, që sipas tij rëndon mbi shpatullat e qytetarëve më të varfër të Europës. Në faqen 3 mund të lexoni më tepër, le të themi edhe këtë denoncim të kreut Partisë Demokratike, por gjatë këtyre ditëve kemi parë dhe lexuar që ka një çështje me aeroportin e Vlorës. Arrestimi në sallën e gjyqit pas përplasjes me prokurorin, lirohet avokati, para lajmërimi për kallëzim. Opozita debat me kryetaren e KLP-s në Komisionin e Ligjeve, KLP-ja Këshilli i Lartë i Prokurorisë. Ish kryeministri Fatos Nano në gjendje të rëndë në spital, 13 ditë në reanimacion. Të përndjekurit lista emrat që duhet plotësojnë dosjen deri më 15 janar të vitit 2026. Diplomati
Shqipëria në Poloni përmes Kadares dhe Jezjorskit, ai që sjell këtë material është Ben Andoni dhe më tepër e lexoni në faqen 13. Vijoj me rubrikën Histori dosier. Sot vjen nga Pëllumb Vreka, Alia, informacionin na e dha Dritëroi. Para gjumit, Petrit Dumes, çdo natë një grua i tundte Dybekun, rrëfimi Ramizit për zullumin e gjeneralëve. Lexoni në faqet 16-17. Opinionet e ditës së fundmit prenë do shpasqyrojnë në faqen e parë. Nga Gëzim Tushi, sociolog, mjeshtër i madh, keni mundësi të lexoni. A mund të vetë përmirësohet shoqëria jonë? Pra, a mund të përmirësohet vetë, pra të vetë përmirësohet shoqëria jonë, le të themi një lloj vetë përmirësimi, vetë rregullimi? Më tepër lexoni faqen 19. Frano Kulli shkruan skenat dhe prapa skenat e luftës Xhuvelit dhe nga Eva Sinana i mund të lexoni opinionin me titullin Turpi social. E lëm pas gazetën Panorama, zhvendosim menjëherë me gazetën Tema. Është e radhës kjo e përditshme dhe në të kalojmë në foton kryesore është Sali Berisha, ish kryeministri i Kryepartisë Demokratike. Shohim sparje dhe shkrimin që shoqëron me detaje patjetër. Foto është një moment kur zoti Berisha ndoshta edhe ditën e dieshme del nga ambientet e SPAK konflikti, pse KLP dhe KLG heshtin ndaj shantazhit të Berishës ndaj Irena Gjokës. Pra pse Këshilli i Lartë i Prokurorisë dhe Këshilli i Lartë Gjyqësor heshtin ndaj shantazhit të Berishës ndaj Irena Gjokës, njërës prej gjyqtarëve të GKK-o. Kandidati djathtë në Vlori përgjigjet Sali Berishës, asnjëherë nuk ke dashur një PD të fortë, por të nënshtruar ndaj teje. Deklarata e fortë Arben Meçe, si UDB-ja serbe dhe shërbimet greke infiltruan PD-n për të shkatruar Shqipërinë. Zbuloi dokumenti rralli i sigurimit me raportin sekret oficerit të zbulimit në New York. Kadri Hasbiu na kërkoi helme me veprim të ngadalt se donte t'i përdorte kundër Leka Zogut duke ja dhënë. Lexoni në faqe 10-11, kjo është rubrika Histori dosier. Si më tej mbetemi me gazetën Tema. Si gënjen Berisha për ato që ka deklaruar vetëm 24 orë më parë. Antena brenda familjes, Muli rehabiliton Leskajn për pjesëmarrjen në miting. Rasti i sëmundjes së Fatos Nanos, kur etika e raportimit humbet para skupit. Opinionet e ditës janë këto. Merobaze shkruan maqedonasit votuan për shqiptarët që ju duhen. Nga Andi Bushati keni mundësi të lexoni Behgjet Pacolli, një miliarder i trembur, dhe nga Baton Haxhiu, Ali Ahmeti, fundi që e shkroi vetë. E lëm pas edhe gazetën Tema, zhvendosemi me gazetën Dita. Gazeta Dita është e radhës, zhvillimi kryesor vjen nga Lorenz Vangjeli, pra gazetari dhe analisti Lorenz Vangjeli, do shohim në këto momente më konkretisht dje kujtes, sot interes. Pozicionojmë fakt edhe gazetën më së miri në ekran. Lorenz Vangjeli shkruan edhe njëherë, dje kujtes, sot interes. Të shohësh historinë me sytë e telenovelave turke, me turq në mes, në segmentin Tiranë-Vlorë, po zhvillohet një ndeshje tjetër e egër mes shqiptarësh, e ndër të tjera vijon. Një provë e dhëmshme se shqiptarët kastriot, bij edhe të Gjergjit, edhe të Hamzait, janë në gjendje të bëjnë Shqipërisë në paqe, atë që as pushtuesit më të egër nuk kanë mundur do t'ja bëjnë me luftë, sa kohë që në mes janë parat dhe pushteti. Në faqen 2 e lexoni të plot pra zhvillim kryesor në gazetën Dita, këtë opinione apo analizë të Lorenz Vangjelit. Fatos Nanon e rikthye në jetë mjekët e ambulancës, specialist nga jashtë mbrëm në ndihmë të tij. Orët kritike të ish kryeministrit, ka psuar mbrëm një tjetër arrest kardiak në spital dhe ka humbur vetdijen. Mjekët deklarojnë megjithatë organet jetësore vijojnë të funksionojnë. Histori, arkivat sekrete, Kadri Hasbiu urdhëroi dhe më pas anuloi helmimin e Leka Zogut. Publikohen dokumente të deklasifikuara mbi raportet e zbulimit shqiptar me emigracionin reaksionar. Në brëndësi mund të lexoni blerjet dhe mbrojtja pse dronët e ndryshojnë lojën në Kosovë. Mbledhja dhe emrat, KLP-ja miraton 4 kandidatët për kreun e ri të SPAK. Bëhen 2 euro dërgesat e parave si po ndikon SEPA, që ka pra një ulje të ndjeshme.
Rubrika e shëndetit. Cilat janë vitaminat më të domosdoshme për burrat dhe gratë mbi 60 vjeç? Një gujë plot për çfarë ka nevojë trupi në këtë moshë, çfarë merret me tableta dhe çfarë me dietë ushqimore. Është rubrika e shëndetit, një material le të themi i veçantë apo një suplement që vjen në gazetën Dita, edhe vjojmë e tjera zhvillime të kësaj hapësire. Sipas moshës, një shpjegim nga doktor Harxhi për erën e gruas. Pjesët e trupit, çfarë zvoglohet me kalimin e moshës, kurimi dhe kujdesi disa rregulla të arta për veshkat tona. Analiza një votimi të pazakon. Çfarë ka nxjerrë për herë të parë në dritë zgjedhjet lokale në Maqedoninë e Veriut? Maqedonasit kanë votuar për ata shqiptarë që ju duhen. Kaq është e gjithë historia e humbjes së Ali Ahmetit dhe fitores së koalicionit që vlen për Maqedoninë. Të tjerat janë retorik politike. E lexoni më tepër në faqen 3 këtë material. Ishte gjithçka dhe në Dita, do të zhvendosemi nga gazetat që na kanë mbritur në redaksi. Kemi ende gazetën Telegraf dhe më pas në Panorama Sport për të vijuar edhe me faqet e rëndësishme online që ne i shohim çdo ditë. Jemi me Telegraf në këto momente dhe kemi zhvillimin kryesor në ekran. Të shkrihet Prokuroria e Shqipërisë, hetimin le ta bëj Policia e Qeverisë. Vra edhe njëherë, të shkrihet Prokuroria e Shqipërisë, hetimin le ta bëj Policia e Qeverisë. Flasin avokatët Langozi, Qeleshi, Rusta dhe Bajrami. Ngjarja e Elbasanit, ku një avokat është arrestuar dhe më pas është liruar nga prokurori, zbuloi një realitet se në Shqipëri nuk ka më një prokurori që udhëheq politikën penale, por një polici që e ushtron atë sipas urdhrave politik. Avokati nuk është kundërshtuar apo nuk është kundërshtar personal i prokurorit, por garancia ligjore që procesi gjyqësor të jetë i ndershëm, transparent dhe i balancuar. Gara për Spakun, ja 4 kandidatët e kualifikuar që do të zvendësojnë dumanin dhe pasuria secilit prej tyre. Faqe 6 dhe 7 lexoni në brendësi. Kryeministri Rama, identiteti digjital nis në fillim të vitit 2026, jemi një vit para BE-s, pra Rama ka thënë që jemi një vit para BE-s, le të themi me këtë identitetin digjital, kalojmë nga para kesh në transaksione digjitale. Frank Shkreli, ish drejtori VOAS për Eurozin, Atë Gjergj Fishta, shqiptarinë e kemi bashk, ideali i apostullit të vëllazërimit kombëtar dhe përvjetorit i lindjes. Kthetrat e strategjikëve, bashki dorëzojnë pasuritë në duart e oligarkëve, aurontare, deklaron trashëgimin kulturore, e lanë në mëshirë të fatit. Vjoj me rubrikën aktualitet, ka disa zhvillime të ditës së dieshme. Oligarku i call centerave me bilance minimale dhe me qindarka të deklaruara bën fshatra turistik dhe hap firma ndërtimi. Dosier dhe histori. Flet, doktor Kujtim Ali Meri, në Ministrinë e Mbrojtjes, pash për fat të keq një administrat mediokre dhe e paaft të përpunoj dosjet dhe të interpretoj vendimet e qeverive për ushtarakët. Mustafa Koçeri, vërmikasi Bajram Mëzuri dhe pjesëmarrja në lanç, pra pjesëmarrja në luftën antifashiste nacional çlirimtare. Sekretari i Shëndetësisë Robert Kennedy Jr. planifikon të hetoj kontrollin e klimës dhe të motit. SBA, pra bëhet fjalë dhe jemi në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Në shtator, një seancë dëgjimore e Komisionit të Dhomës së Kongresit me titull "Të luash Zotin me motin", një parashikim katastrofik përfshiu 2 orë debat. Përfaqësuesja Taylor Greene ka prezantuar legjislacionin për të ndaluar kontrollin e motit dhe klimës dhe ndëshkimin nga gjob deri në 5 vjet burg. Sekretari Kennedy Jr., ai i shëndetësisë në SBA, planifikon të hetojë kontrollin e gjurmëve kimike të avujve të aeroplanëve. Një version tjetër pohon se aeroplanet apo avionet ose dhe pajisjet po vendosen nga qeveria federale, kompanitë ose studiuesit për të shkaktuar ndryshime të motit, të tilla si uraganet, ose për të ndryshuar klimën e tokës duke lëshuar kimikate të rrezikshme. Në faqen 9 mund të lexoni edhe më tepër se kaq, në fakt për të kuptuar eksaktësisht, por ajo që pak a shumë është fakt që gjatë viteve të fundit ka ndryshim rrënjësor të motit dhe gati janë zhdukur stinët.
Mjeku në familje, nisë zbatimi analizës që mund të zbulojnë mbi 50 lloje kanceri në fazë të hershme, çmimi Nobel në mjekësi për zbulimin e trajtimit të tumoreve, sklerozës dhe diabetit, ja 3 shurupët vdekje prurës për fëmijët që shiten në Shqipëri. Ekziston një sistem i heshtur bashkëpunimi mes mjekëve farmacive dhe depove farmaceutike. Mozaik dhe aktualitet, kjo është rubrika që po zhvendosemi në këto momente. Opozita shqiptare në vitin 2030 mund të kemi universitet me kulla e auditor bosh, drejtësia po përdoret për arrestime politike, sport e qere me mushi, nivelli superiore si kënaqshëm, gar pa diferenca, përparim da ju, besa në kriz, por kemi kampionat interesant në fush. Opinionet e ditës, Kim Mehmeti shkruan, madhështia e popullit dhe 2 fytyrësie kundërshtarëve politik. Dhe nga doktor Jorgjikote Montezoni, modeli finlandez i strehimit në kohë lufte. Përfunduam dhe gazetën Telegraf me gjithçka pasqyrojnë në këtë të përditshme. Do të zhvendosemi me gazetën Panorama Sport në këto momente. Shumë e marrin zhvillime sportive, të paktën në ato të përditshme që na kanë mbritur në redaksi, pra edhe në versionin print, sepse menjëherë do të zhvendosemi dhe do të shohim ngjarjet kryesore në mediat e rëndësishme online, që patjetër pra kanë edhe përditësimet më të fundit. Jemi në këto momente me Panorama Sport. Kërnaja tregon muskujt, tek Partizani drejtoj unë. Trajneri i ri i kryeqytetasve flet pas ndeshjes së Vlorës dhe situatën tek Demat. Numri 1 i Stolit Kuq merr kontrollin e plot dhe sulmon Milinkovicin, pra ish trajnerin. Drejt botërorit, Shqipëria ja skenarët e vendit të dytë, mund të lexoni më tepër në brendësi. Vjojmë me futbollin në vend, opinion nga Besnik Dizdari, 13 e fitores së Shqipërisë. Zhvendosemi tek Vllaznia, ku që blut mbrojtja, si muri kinez, Martini betonon Vllaznin. Sfida klasike, Tirana dominon Shkodranët prej 15 vitesh. Vlorë, Telushi përballet me tifozët, me qetësi, ne jemi flamurtari. Verdh dhe blu të Elbasani në krizë, analizë për të shkundur ekipin. Rrëfehet basketbolistja, Henderson vlonjatët më pëlqejnë, por u mungojnë centimetrat. Formula 1, një titull për 3, Verstappen futet me dhunë mes McLarenit. Kalojmë në këto momente në Champions League, atë që përmendëm edhe në rubrikën çfarë pritet të ndodhë sot, kthehet Champions League me ndeshjet e treta të fazës së ligës, Barcelona, City, Dortmundi në fush për të konfirmuar forcën. Edhe shohim kemi në ekran ndeshjet që luhen mbrëmjen e sotme në 9 sfida. Në 18:45 Barcelona Olympiakos dhe Kairat Almaty Pafos. Ndeshjet e tjera 7 ndeshje në orën 21 në mbrëmje, Arsenal Atletico Madrid, Leverkusen Paris Saint-Germain, Copenhagen Borussia Dortmundit, Newcastle Benfica, PSV Eindhoven Napoli, Royal Union Saint-Gilloise Inter në Belgjik dhe Villarreal Manchester City. Itali, Juventus si humbet identitetin, Tudori thuajse i ikur Angli, Klopp nuk e përjashton kthimin tek Liverpooli. Spanjë, Flick pendohet për gjestet Alonsos në Bonja Malin. Gjermani ofertet shmendur 250 milion euro për Harry Kane. Ishte gjithçka dhe në Panorama Sport, zhvendosemi me njërë në këto momente. E vjojmë patjetër pasqyrën e shtypit me shqiptare.com së parë, është faqe zyrtare në internet, e kemi në këto momente, i bëjmë edhe një përditësim në fakt dhe do të shohim zhvillimin kryesor. E kemi në ekran në fotosh Mirela Bogdani, është drejtuesja e KLP-s, pra e Këshillit të Lartë të Prokurorisë dhe ajo dje ka raportuar tek ligjet, pra tek Komisioni i Ligjeve. Ulsi Manja, që është drejtuesi i këtij komisioni, kritika për punën e KLP-s dhe ka deklaruar, nëse nuk reflektonin do hyn kuvendi. Fatmir Xhafaj ka theksuar, po i krijoni vendit problem në antarësimin në Bashkimin Evropian. Vjojmë në shqiptarja.com, Kreshnik Spahiu deklaron, avokati arrestuar nuk kreu vepër penale, por shkelje etike dhe rregullin në seancë. Reagim që ka bërë Kreshnik Spahiu, mbrëm në emisionin 5 pyetjet nga Baba Ramo, këtu në Report Televizion. Në foto janë Vladimir Putin dhe Donald Trump. Telefonata e Rubios dhe Lavrov për takimin Trump-Putin në Budapest. Presidenti rus mund të kalojë nga Bullgaria, sepse ka sanksione dhe nuk mund të shkelë hapësirën ajrore të kujt do shteti. Përplasje me prokurorin në seancë, lirohet nga qelia avokati Barjami ose Bajrami.
Gjithsesi, prokuria e Elbasanit s'kishte arsye përse të mbahej i ndaluar. Këto ishin zhvillimet kryesore në shqiptarja.com, që është faqja jonë zyrtare në internet, mund ta vizitoni në çdo moment dhe mbesoni informoheni mbi gjithçka. Kalojmë në kohën ditore për të parë dhe për të marrë disa zhvillime nga rajoni, pra nga Republika e Kosovës. Zhvillimi kryesor ka të bëjë me zgjedhjet në Maqedoninë e Veriut. Xhezairi, që është një kolegë gazetar analist në Maqedoninë e Veriut, ka deklaruar me çfarë të drejtë ndërhyn Kurti tek shqiptarët në zgjedhjet e Maqedonisë së Veriut. Zgjedhjet vendore në Kosovë, Tahiri arrin koalicionin me lëvizjen vetëvendosje në Vushtri, LDK-ja nuk e aprovon. Vjosa Osmani ka deklaruar ankesa e listës serbe në kushtetuese është e panevojshme. Abdi Xhiku reagon sërish për punët brenda shtëpisë do të ketë rend. Lumir Abdi Xhiku është kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Për zgjedhje lokale, shqiptarët mund vendosin për kryetarin serb të Klokotit dhe serbët për atë shqiptar të Obilishit. Një opinion nga Agustin Palokaj, evropianizimi i partive politike të Kosovës. Kjo ishin zhvillimet kryesore edhe në koha ditore. Kujtojmë në fakt që edhe në Republikën e Kosovës, edhe në Maqedoninë e Veriut janë mbajtur zgjedhje lokale dhe në të dyja në fakt ka shumë komuna që shkojnë në balotazh, pra shkojnë në një raund tjetër. Fokusohemi në këto momente në La Repubblica, marrim zhvillimet kryesore nëpërmjet medias prestigjioze italiane. Jemi këto momente edhe më konkretisht, shohim ke mundësi që edhe materialet në një farë mënyrë t'i zmadhojmë për t'i parë eksaktësisht. Plani i parë, pra primo piano, nëse shoqërohet edhe me një foto e thënë nga italishtja, në Champions League, ndeshjet e Champions League që ne i kemi përmendur luajn sot, janë arrestuar 180 tifozë të Napolit në Eindhoven, ndeshja PSV Eindhoven Napoli, dhe bëhet me dije se janë ndaluar këta tifozë pra në një farë mënyrë për të shmangur edhe situata të vështira që mund ketë, apo situata të vështira me rendin publik. Dje, po ashtu kemi raportuar që autobusin skuadre basketbolli është goditur me gur dhe ka humbur jetën shoferi, ndërsa janë 3 të ndaluar. Shoqëroni edhe në foto dhe mund lexoni pra më konkretisht eksaktësisht cilët janë këta 3 ndaluar dhe historitë e tyre. Në foto është Marco Rubio, sekretari amerikan i shtetit. Shohim edhe shkrimin që shoqëron. Telefonat Rubio-Lavrov për të organizuar takimin në Budapest dhe presidenti rus pritet që të kalojë nga Bullgaria. Këtë ishte përmendëm dhe që pam po ashtu edhe në shqiptarja.com. Nga La Repubblica kalojmë pak në Corriere della Sera. Marrim zhvillimet edhe në Corriere della Sera në fakt dhe dy zhvillimet kryesore, dy shohim në këto momente në ekran, kanë bëjnë me situatën në lindjen e mesme. Së pari, me përditësimin më të fundit, Abu Mazen ka deklaruar Hamasi është një pengesë për paqen, duhet të dorëzojë armët dhe ANP-ja duhet marrë postin apo le të themi vendin e saj dhe Italia do ta njohë Palestinën. Atëherë, sa i përket situatës në Gaza, Vance do të shkojë në lindjen e mesme. J.D. Vance është zëvendëspresidenti amerikan në një farë mënyre për të shpëtuar këtë armë pushim të vendosur, ndërsa kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu thotë jo, zgjedhjet parakohshme në Izrael, duke theksuar se do të votohet vetëm në vitin 2026. Ishte gjithçka, të paktën nga zhvillimet kryesore, sepse për efekt kohë nuk mund të lexojmë gjithçka, edhe në Corriere della Sera dhe kjo është gjithë pasurinë e shtypit për ditën e sotme. Në këto momente, pasi pam pasurinë e shtypit për ditën e sotme, pra në numrin e kësaj të martë për datën 21 tetor të vitit 2025, shohim pak çfarë shkruaj në shtypin e ditës në 21 tetor të vitit 1994. Jemi në studio, 21 tetori i vitit 1994, ka rastisur ditë e premtes, sot jemi ditë e martë, por këto janë thjesht detajet që nuk kanë shumë rëndësi. Kemi gazetën shqiptare në këto momente së pari dhe fokusohemi më konkretisht. Sabri Godo, tashmë i ndjeri Godo, mund të themi prej vitesh, ka deklaruar kudo korrupsion politik, partit në koalicion rishikojnë qëndrimin në qeveri. Partia Republikane akuzat ashpra në Kongres. Pra Godo ka deklaruar kudo korrupsion, jemi në 94-ën. Sot PSD-ja në konferencë vendosim për aleancat. Partia e Gjinushit, polemik referendumit dhe aktivitetit të qeverisë Meksi.
rrëfimi një agenti të CIA-s, donim të vrisnim Mehmet Shehun. Dokumenti mohon lidhjet e ish-ministrit me SBA-t, pengoi zbarkimin në Shqipëri. Në foto, Mehmet Shehu në brendësi, masakër e Hamasit në Izrael. Ne shohim sepse ka disa gjëra që lidhen apo dhe na freskojnë memorien. Jemi me fatmirësisht që është arritur një pushim apo le të themi një marrëveshje paqeje, por kemi pasur 2 vite një situatë Hamas-Izrael edhe së fundmi, dhe në 94-ën në gazetën shqiptare shkruajnë, nuk po marrim më detaj, sepse jemi me faqen e parë, masakër e Hamasit në Izrael. 2 ish Led Zeppelin këndojnë përsëri. Iniciative OKB-s, le të shikojmë Shqipërinë me sytë e fëmijëve. Helmen nga Gjermania sot pretenca në gjykat drejt përfundimit procesi për shpërdorim detyre. Nga Durrësi, pesticidet po largohen pas një jave. Tjetër viktime kolerës, emergjenca mbri në Laç, vdes një i moshuar dhe rinisin shtrimet. Laç, një bomb plagos 4 vogëlush, është dhe rubrika dje në Shqipëri me disa zhvillime kryesore të një dite më parë, pra të 20 tetorit të vitit 1994. Por këto ishin gjitha dhe gjithçka e pasqyruar në gazetën shqiptare 31 vite më parë, si sot për 31 vite më parë. Jemi me gazetën Koha Jon në këto momente. Fokusohemi një me gazetën Koha Jon edhe pa humbur kohë. Në foto është Mehmet Shehu, komplot amerikan për vrasjen e Mehmet Shehut, kujtimit e njësh agentit të CIA-s. Amerikanët ja kishin frikën ashpërsisë Mehmet Shehut si shefi policisë sekrete shqiptare. Gjatë viteve 80, CIA ju drejtua dyhir gjykatës federale amerikane të apelit për të ruajtur sekret dokumentet e planit për Shqipërinë, pra komplot amerikan për vrasjen e Mehmet Shehut. Partia Socialiste dhe Berisha, 2 meteorë që po përplasin. Partia Socialiste vihet në shansin e Berishës. Më mirë djepi bosh se sa djalli brënda. Është në nderin e PD-s të rriqet nga ky pozicion antikushtetues, antiligjor dhe antikombëtar. Intervistë me zotin Neshat Tozaj. Shkodër, një kroat i arrestuar për 4 muaj në komisariat, ishte arrestuar nga fronti i luftës në Bosnjë Hercegovinë. Familja e tij e dinte të vrarë në luftë. Në këtë numër të gazetës Koha Jon, pra të 21 tetorit vitit 1994, mund të lexoni. Unë po bëj me dije. Arrestohen 2 vjedhës municioni luftarak, vazhdon arresti për Kurt Kolën. Procesi dogana kundërshtohet për 4 orë akuza dhe vjedhje masive e antikitetit shqiptar. Ishte gjithçka dhe në gazetën Koha Jon të 31 viteve më parë. Zhvendosemi në këto momente me rilindjen demokratike dhe më pas me zërin e popullit, pra kemi kaluar në botimet politike. Urtem botimet politike, rilindje demokratike, gazetë e Partisë Demokratike të Shqipërisë. Konsensus i gjerë i forcave politike në kavaj për referendumin dhe kushtetutën. Kjo e që një periudhë projekt kushtetuta miratot me referendum edhe në RD dhe në ZP kanë qenë të pasqyruara pra përplasjet e partive politike. Pra edhe njerë, konsensus i gjerë i forcave politike në kavaj për referendumin dhe kushtetutën, Sina Ballaj, Rogozhina, Luzi Vogël, Synej, demokratët, socialdemokratët, socialistët, republikanët, gjithë kavaja i premtojnë presidentit Berisha se do të marrin pjesë në referendum, se do të votojnë pro kushtetutës. Ky premtim është vlerësim për lirin, është besë për Shqipërinë. Nga vizita e djeshme e presidentit të Republikës, zotit Sali Berisha, në rrethin e kavajës. Shoqërohet edhe me këtë foto. Ky është zhvillimi kryesor në rilindjen demokratike, thuajse që është kushtuar pra gjithë faqja e parë në numrin e datës 21 tetor të vitit 1994. Zhvendosemi, rikthehemi në studio dhe zhvendosemi së fundmi e shkurtimisht edhe me zërin e popullit, pra botimin e Partisë Socialiste. E kemi në këto momente në ekran, do të kemi mundësi sa ta shohim eksaktësisht, po në këto momente jemi me zërin e popullit. Zhvillimi kryesor është ky. PD-ja e tmerruar nga çdo variant tjetër projekt kushtetute. Tritan Shehu do të tremb popullin me gogolin e kooperativave bujqësore. Ky është zhvillimi kryesor në zërin e popullit. 3 fjali në ndihmë të gjykatës kushtetuese.
Mbresa nga Kavaja, Sali Berisha i thot popullit, votoni për kushtetutën, votoni për sankcionimin e të sotmes që të drejtën për grumbullime dhe mitingje, të drejtën për televizionin, ta ketë vetëm Sali Berisha. A nuk flet vetëm kjo fushat se përse nuk duhet votuar pro kësaj projekt kushtetute? Partia Socialiste dënon shkeljet e ligjit protest, Durrës, çfarë u siguron projekti kushtetutës punëtorëve të ndërmarrjes së serave zhgënjim? Tritani ka marrë fund, humor presidencial. Këto ishin edhe zhvillimet në Zërin e Popullit dhe kjo ishte pasqyra e shtypit pra si sot 31 vite më parë. Eksaktësisht numri i datës 21 tetor të vitit 1994, kur i kthyen në vëmendje zhvillimet që pasqyroshin atë kohë në Gazetën Shqiptare, koha jon Rilindje Demokratike dhe Zërin e Popullit. Rikthehemi në studio dhe me një zhvendosemi me pamje të drejtë për drejta në rrugët e kryeqytetit, në komunikim me Eldin nga Texelux Albania për të parë dhe kuptuar situatën me lëvizjen e mjeteve, por dhe atmosferën mëngjesin e sotëm në kryeqytet. Eldi, mirëmëngjes, të përshëndes, bjen lëvizjes parë patjetër të uroj me kënaqësi një ditë edhe punë të mbar. Çfarë situate kemi? Po Andi, mirëmëngjes dhe unë të përshëndes, gjithashtu ditë mbar për ju dhe për gjithë stafin tuaj, për regjin dhe gjithë. Faleminderit në emër të tyre. Në televizion, uroj ditë mbar, aktualisht, Andi kemi lëvizje, faleminderit, jemi në ditë me trafik ditë e sotme dhe për shkak modit pritet që dhe nesër të ketë rreshishtirë dhe mund të jetë java e tillë që mund të ketë vazhdimsi me mod pa qëndrueshëm dhe do na përshtylloj akoma më shumë trafikun. Unë vi nga rrjedhi Zoguzi dhe të gjithas kryqëzimet kur vjen për lart, pra nga Zoguzi me drejtim Farmacin 10 për momentin kanë flukse trafiku pranë kryqëzimit, kurse në zbritje janë 3 kryqëzime duke përfshirë Reshit Petrelën, stacioni vjetër trenit dhe pjesën që lidh rrugën Asim Vokshi me rrethin e Zoguzit, aty kemi pak probleme. Fillova me unazën e mesme, pa përjashtuar dhe krahun tjetër të Lanës, bulevardi Zhandar ka trafik nga shkolla Ismail Qemali deri te kryqëzimi rrugës Elbasanit. Vetëm bulevardi Gjeshfisha nuk ka prezencë trafiku, bulevardi Parancuri ka 2 kryqëzime me trafik. Për momentin me akset kryesorë të treja kanë lëvizje, ka shumë lëvizje, më shumë rruga e Durrësit sot, e bllokuar nga ura institutit drejt Skamzës, shumë mjete vi nga Durrësi për Tiranë dhe me shumë ngarkesë nga zona Stirit deri tek Dalja, pra si pikë referimi që ne themi për ishe Shqiponjës, e bllokuar. Pra Stiri që fillon që tani bllokimi Andi dhe besoj të ketë vargun akoma më shumë me lidhjen e dytë. Pra çka kuptohet qartë që është prezencë e trafikut në rrugën e Durrësit, pasohet nga semafori Laprakës e aty ka trafik të rënduar. Kemi lëvizjen në rrugën e Elbasanit pa probleme sot, nga Sauku rrjedhën mjetet me pak fluks trafiku vetëm nga shkolla Kosova deri tek bulevardi, pra që dekzohet me bulevardin Baramcurit dhe me Zhandargun, qarkullon deri te rruga Gjosh Bush me trafik. Kemi Andi unazën e vogël, pra ka shumë lëvizje, në numër jemi paktën mbi 15 deri në 17.000 mjete. E marrë që zakonisht sot martat nuk i prek trafiku, por qëllon që edhe nga koha e paqëndrueshme Andi besoj që është një nga faktorët kryesor të trafikut, ka ndikim. Edhe unaza vogël, rruga Dibës, rruga Xherasim dhe këto me pak probleme drejt qendrës. Kështu që Andi besoj jemi në hapësirën ka gati 50% e Tiranës po krijohet trafik, 50 edhe këto po ndikojnë sadopak nga trafiku. Por si e marrë me 50% trafik është klasifikohet si ditë me probleme. E kuptoj. Eldi, faleminderit shumë për momentin dhe miru dëgjoshim rreth orës 8:30. Faleminderit, ju përshëndes. Faleminderit edhe njërë, pak më mund kjo mundësi që të ndjekim edhe parashikimin e motit në fakt, sepse edhe ndryshimet në mot ndikojnë dhe në lëvizjen e mjeteve. Por në këto momente me njërë njësim komunikimin së bashku, të shohim edhe temën e ditës në ekran dhe do diskutojmë. Në fakt të marrë një mendim të atyre që do në bëjmë pjesë e programit edhe të telefonojnë, si e vlerësojnë punën e Eltin Dumanit, si drejtuesi SPAK-ës, sepse i mbaron mandati në 18 dhjetor edhe KLP-ja di ka miratuar 4 kandidaturat, pra që kanë shfaqur interes për që në ta drejtues të SPAK. Në dhjetori përfundon mandati, si drejtues
drejtuesi SPAK, si drejtuesi, prokuror do të mbetet, ne ju pyesim si e vlerësoni punën e Altin Domanit. Në 292 vota, sepse mund të votoni dhe në sondazh pikë të vepër, në rreth 300 vota, 300 mendime që janë përkthyer në vot, 53.1% atyre që kanë votuar e vlerësojnë pozitive, 32.5% e vlerësojnë negative dhe një numër, le të themi, i konsiderueshëm paktën si trend votimi, 14.4% thonë që nuk ka mendim ose nuk e kanë një opinion të qartë. Mirëmëngjes, përshëndetje. Pa e theksoj në orën 8:30 do të kemi mundësi që me ekspert për pensionet në studio të diskutojmë gjithçka, çdo problematikë dhe jo pyetje që keni për pensionin tuaj e jo vetëm. Mirëmëngjesi. Përshëndetje, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes të gjojmë me kënaqësi. Po në përgjithësi mirë, ju si jeni andaj nga Gjirokastra? Mirë, ja diell pak mjergull lugina, po hajde më shtihet. Po mirë, këto moti i ka këto ndryshime. Po, më thuaj, po për temën. Ka tani jemi kohë vjeshtër dhe ndryshimet janë të menjëhershme. Tani për punën e Domanit që thua ti, është si punë e kësaj vjeshtës, mo, që grihemi, erremi pa mjergull dhe në mëngjes grihemi me mjergull, po pse do thuash? Sepse asgjë në një rezultat kush e di, diçka dhe me shumë pak, për gjithë këto vjedhje që bëhen është shumë pak. Se do thosh atë, do të dalë atje ku dua, që të kam folë gjithmonë që andi shiko se nuk funksionon. Jap se do t'jap di fakte dhe nuk dua të flas gjatë të hakon të tjerëve. Por do dëshiroj që të gjithë të flasin për vendin e tyre ku jetojnë, të tregojnë fakte për këtë mbarvajtje të punës së qeverisë. Ja, në Ministrinë e Bujqësisë dolën që vitet bëhet nuk e di me veteriner, me motorra, me drejt që e mori të. Të ka marrë vitin e kaluar, jo ki behar që shkuan, po beharin e parë, kishe një ati bagëtit e më ngordhën 6 kopë dele. Nuk u interesua veterinaria, nuk e luajti fare anën për të ardhur dhe për të verifikuar se nga se ngordhin. Dash zoti një kunati tim që ka bagëti shumë, a ishte shumë, ka masive vajti e bëri problem si për të tia, dhe burra nuk më ka ardhur veterineri në shtëpi, më ka fillimisht si si shko në një dhe fizikisht një shumë mirë, ishin në të një krahine, dhe më ka tekstualisht më ka thënë në mëngjes kur erdhi, ke një termometër, andi po të gënjej për atë zot që është në qiell dhe të bëj be fëmijë si pra s'kishte asnjë mjet pune. Kisha termometër se kemi fëmijë në shtëpi. E kuptoj. Më minimal 1.000 lekë janë në farmaci. Okej. Dhe masi nuk më sqaroj për asgjë nuk më sqaroj, jo po shënja aty, jo po shënja këtu, dhe në fund kur do të ishte mbas kafes, më tha, dua dhe 10.000 lekë për naftën që kam ardhur. Po le të verifikohet dhe po të dua le të vi një gazetar dhe ta shoj drejt edhe ka i veteriner në Gjirokastër që më ka bërë këto veprime. Dhe mbasi ngordhën dhe disa të tjera, erdhi pra veterineri te Forda. Unë e frysja me këtë asarimi që flasim bashkë, dhe i thash, do më zhdukesh se përsëri kërkoj termometër. Kur kërkoj termometër, vetëm që nuk e shava, se për të ofendura e ofendova. Po naftën e kërkoj në fund. Herë në dytë. Va një veterinerit nga fshati Kolonj i Gjirokastrës. E kuptoj. Ai më tha ke këtë sëmundje dhe duhet të bësh këto veprime dhe bëra këto veprime. Që nuk funksionon as edhe një gjë. Faleminderit. Ka jo thënë atkime si shpreja që gjithë mira. Faleminderit, përshëndes për telefonatën, shumë shkurtimisht 1 minutë e marrë dhe një tjetër opinion, por mund bëni pjesë e programit edhe me video call, pra 069 60 13 629. Ky është numri në aplikacionin WhatsApp. Mirëmëngjes, përshëndetje. Me kohën pak jemi në vështirësi, kështu që kjo është mirëmëngjes. Domani si drejtuesi SPAK, si ka punuar, shkurtimisht lutem. Domani tani vjen rradha që si që emërua të largohet tani, e mbaroi atë. Si drejtues, do të jetë ende prokuror, si drejtues si erdhi rradha të largohet. Po. Jepi, ju dëgjoj. Po, si drejtues. Do vi një tjetër që do jetë ndoshta më energjike dhe më... Po,
Më thuaj, të lutem, se nuk kemi kohë, se po e merr me shumë ngadalë. Po. Se drejta, po. Se drejta Spaku nuk arriti do të godasin skakjer sipër. Goditi kështu, po duke i përgëdhelur atë Saliun e ata të tjera. Nuk është goditja. Po? Ajo është, hajde në juve tani të ka punë të mbroj unë të paktën që mos pësonin në gjë, më shumë i ruajtja i se sa i dënoj, mos të qojnë gjukat. Ajo kuptoj. Mirë, faleminderit, të përshëndes për telefonat. Jam në studio, vjojmë bisedat së bashku për temën e ditës, e jo vetëm. Mirë mëngjes, urdhëroni, ju përshëndes, ju pyesim si e vlerësoni punën e Altin Dumani si drejtuesi i SPAK. Mirë mëngjes, zotëri, jeni në studio dhe ju dëgjoj mjaft mirë. Faleminderit, po? Ju uroj një shërim të shpejt të zotit Mela. Po, ish kryeministrit, po, shërim të shpejt patjetër. Ju dëgjoj, mund vijoni. Ju lutem, mund vijoni. Po. Si pasur. Do të dyshoj, edhe që do vi do punoj, po. Edhe parë është sepse nuk të nojnë ata që duhet dënuar. Që ka shkataruar këtë zonë kësaj të bukur. Me pasuri kolosale. Por, ata ven e tale atje tek statu. E me ka miraj, i zbutje. Kjo është e keqja. Edhe bëhet e dyta, ikën a ikot, azil politik. Si ajo po që ata ishin të këruaj, që to shte azil politik. Se ishin shë komunist. Ku i bishë komunista? Që është i bi përkërën e azil politik? Se vjetë. Po? Se vjetë. Po vole dhe ikë me vrapë. Anyway, kërë e zakace, kërë e agravit ladë, kërë e titi me kërë e një ashtë që vëshër ata. Popli hadu janë. Pasurit poplit, ose pasurit publike, nuk vjen në shërbim të poplit. Ai të e shvizon minjerët, s'ka pasurit, zdo të bërë minera, zdo të knaf, zdo të një gjyre elektrike, zdo të ujë, që të i ikën legu si ujë. Këta janë oligarët që kanë të gjera dhe pikë marë. Mirë. Të lutem shumë. Po, më thuaj, shumë shkullimisht, po. Sepse dhe të fëmijën jo të nuk im. është problem shumë. Do e shëndet edhe të vjet po me projekt e fishëm. Jo, ju kuptova. Faleminderit pasurit kombëtare që të shfrytëzohen edhe me të vërtet të kalojnë le të themi në dobi qytetarëve. Ju kuptoj, ky është menaku dhe problematika juaj. Ja me një këto momente me shtypit ditës dhe jute përpara se të rikthehemi në vëmendje titulluesor të gazetave për ata që ndoshta deri më tani nuk janë njohur me pasurinë e shtypit, kanë mbritur në këto momente në ekranin e Report Televizion por të kombinuar me biseda në studio. Ju ftoj që së bashku ndjekim pak parashikimin e yjeve pra horoskopin ditor për këtë të martë dhe për datën 21 tetor. Dashi, sot në marrëdhënie mund të ndiheni më të afërt emocionalisht me partnerin ose dikë që ju të rreq, ndaj shfrytëzoni mundësinë për të forcuar lidhjet. Shëndeti do të kërkojë pak më shumë kujdes, sidomos nëse ndjeni lodhje të tepërt, merrni kohë për veten. Financat mbeten të qëndrueshme, por shmangni shpenzimet e panevojshme sot. Demi, komunikimi i hapur me partnerin ose miq do të sjellë qartësi në situata që kanë mbetur pezull, ndaj mos hezitoni të diskutoni ndjenjat tuaja. Në aspektin profesional, një mundësi e re mund të shfaqet papritur, por analizoni mirë para se të merrni një vendim. Financiarisht, është ditë e mirë për të planifikuar dhe kursyer për të ardhmen. Binjakët, në dashuri sot mund të merrni një surprizë të këndshme nga partneri ose dikush i ri mund të shfaqet në horizont. Në punë, idetë tuaja krijuese do të vlerësohen dhe mund të hapin dyer të reja për zhvillim personal. Shëndeti është i mirë, por mos harroni të pushoni mjaftueshëm për të shmangur stresin. Në planin financiar, fati është në anën tuaj, por investoni me mend. Gaforia, sot do të ndjeni mbështetje të madhe nga partneri ose familja, gjë që ju bën të ndjeni të sigurt dhe të dashur. Në punë mund të përballeni me një sfidë të vogël, por do ta kaloni me sukses fal përkushtimit tuaj. Financat janë të stabilizuara, por mos bëni premtime të mëdha që mund të jenë të vështira për tu mbajtur. Luani,
Në marrëdhënie është momenti i duhur për të shprehur ndjenjat dhe për të sqaruar çdo paqartësi që ju mundon. Në fushën profesionale, bashkëpunimi është çelësi i suksesit, ndaj mos hezitoni të kërkoni ndihmë kur është e nevojshme. Financiarisht, mund të merrni një lajm të mirë ose një mundësi për të rritur të ardhurat. Virgjëresha. Dita sjell harmoni dhe mirëkuptim në jetën tuaj sentimentale, duke ju lejuar të afroheni më shumë me partnerin ose miq të ngushtë. Në punë, një projekt i vjetër me rovë dhe mund të sjellë përfitime të papritura. Kujdesuni për shëndetin mendor, mos lejoni që lodhja të grumbullohet. Peshorja. Dashuria merr një kthes pozitive pasi një bisede sinqert do të sqarojë shumë keqkuptime të mëparshme. Në punë, është momenti i duhur për të marrë iniciativa të reja ose për të nisur një projekt që keni menduar prej kohësh. Kujdesuni për shëndetin duke bërë pak aktivitet fizik dhe duke shmangur stresin. Akrepi. Sot mund të ndiheni më të ndjeshëm në marrëdhënie, ndaj përpiquni të mos reagoni me nxitim ndaj komenteve të partnerit ose të tjerëve. Në punë, vëmendja ndaj detajeve do të bëjë diferencën dhe do të vlerësoheni për përpikmërinë tuaj. Financiarisht, është ditë e mirë për të rregulluar borxhet ose për të bërë planifikime afatgjata. Shigjetari. Në dashuri mund të ndjeni nevojën për më shumë pavarësi ose hapësirë, ndaj komunikoni hapur me partnerin për të shmangur keqkuptimet. Në aspektin profesional, idetë tuaja do të vijnë re nga persona me ndikim, ndaj mos keni frikë të shprehni mendimet. Financiarisht, një shpenzim i papritur mund t'ju detyrojë të rishikoni buxhetin. Bricjapi. Një njohje e re mund të sjellë emocione të veçanta ose të rikthejë pasionin në marrëdhënien tuaj ekzistuese. Në punë, një lajm i mirë ose një avancim i vogël do të ndikojë pozitivisht në motivimin tuaj. Shëndeti është në nivele të mira, por mos harroni të mbani një rutinë të ekuilibruar. Financat do të përmirësohen gradualisht, sidomos nëse investoni me kujdes. Ujori. Sot është një ditë e mirë për të forcuar besimin dhe intimitetin në marrëdhënie, ndaj mos hezitoni të ndani ndjenjat tuaja më të thella. Në punë, një bashkëpunim i ri mund të sjellë sukses, por kërkoni durim dhe përkushtim. Kujdesuni për shëndetin emocional dhe shmangni stresin e tepërt. Peshqit. Në jetën sentimentale do të ndiheni të vlerësuar dhe të dashur nga ata që ju rrethojnë, duke ju dhënë besim për të ardhmen. Në punë është momenti i duhur për të treguar aftësitë tuaja dhe për të marrë përgjegjësi të reja. Financiarisht, qëndrueshmëria është fjala kyçe, ndaj mos u nxitoni me investime të mëdha. Sot jemi ditën martë, do të shënon 21 tetor për vitin 2025, rikthehemi në vëmendje disa nga zhvillimet kryesore në të përditshme që ne kanë mbritur në redaksi. Ne nisim me gazetën Panorama, por mund të telefononi në çdo moment, bëni pjesë e programit. Shohim zhvillimin kryesor ka të bëjë me aeroportin e Vlorës. Aeroporti i Vlorës Arber Abazi, dhëndër i Ballukut Berisha ka deklaruar 135 milion euro ndajnë mes ministres dhe koncesionarit. Lidhjet familjare. Krye PD Sali Berisha denoncoi dje kontratën e firmosur nga kryeministri Rama dhe ministri Balluku me koncesionarin për aeroportin e Vlorës. Arrestimi në sallën e gjyqit pas përplasjes me prokurorin, lirot avokati para lajmërimi për kallëzim. Opozita debat me kryetaren e KLP-s në Komisionin e Ligjeve. Ish kryeministri Fatos Nano në gjendje të rëndë në spital 13 ditë në reanimacion. Detajt e lexoni në brendësi. Olsi Kuca, shkelsi ligjit dhe kamikazit atimeve që fshihet pas mbrojtjes politike, zbatuesi verbër i urdhrave. Kuca gjobiti me urdhrat e prorëve Prestigj Resort për godinën që u shemb me tritol 3 vite më parë. Kalojmë në këto momente me opinionet e ditës, dyshim pak në brendësi në faqet 18-19. Me interes janë për çështjet aktualitetit, kështu që na ndihmojnë të kuptojmë edhe pak më shumë apo dhe qëndrime të tjera. Gzim Tushi shkruan: a mund të vetë përmirësohet shoqëria jonë? Është aktuale paradigma sintetike e filozofit Jürgen Habermas, se shoqëria nuk mund të normalizohet nëse vazhdon procesit degradues që sjell në mënyrë progresive zbehjen, madje humbet edhe bërthama sociale e njeriut, që nuk di të ndërtoj relacionet apo marrëdhëniet sociale dhe të siguroj lidhjet humane. Eva Sinan e shkruan: turpi social. Zhvendosemi me opinionet e tjera. Nga Frano Kulli keni mund si lexoni.
Skenat dhe prapaskenat e Lufter Xhuvelit. Libri Skena dhe prapaskena është njëri prej atyre librave jo të shumë që nisën nga jetëshkrimi vetë autorit, nga rrëfimi i tij në vetë të parë në rezonancë me këta personazhe kaq të rëndësishme, shërben historinë e Shqipërisë 50 më shumë viteve, ashtu siç ajo ka qenë, me zigzaget e saj, me dritën dhe terrin e saj, me të përpjetat dhe të poshtet apo të pjetat e saj. Dhe nga general Piro Ahmetaj mund të lexoni, Trump triumfuesi paqes nëpërmjet forcës. Mirë, këto ishin zhvillimet e gazetës Panorama dhe opinionet në rëndësi. Ecim me njëherë me gazetën Tema që është e radhës. E theksoj, mund telefononi në çdo moment. Në folull kryesor të gazetës Tema është kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha. Shohim edhe shkrimin që e shoqëron konflikti edhe pyetja në fakt që vjen si material kryesor. Pse KLP e KLG heshtin ndaj shantazhit të Berishës ndaj Irena Gjokës. Më tepër lexoni në faqen 3. Kandidati djathtë në Vlorë i përgjigjet Sali Berishës, asnjëherë nuk e dashur një PD të fortë, por të nënshtruar ndaj teje. Deklarata e fortë, Arben Meçe, si u do bëja serbe dhe shërbimet greke, infiltruan PD-n për të shkatruar Shqipërinë. Ecim më tej. Si gënjen Berisha për ato që ka deklaruar vetëm 24 orë më parë. Rasti sëmundjes së Fatos Nanos, kur etika e raportimit humbet para skupit. Opinionet e ditës i kemi në faqet 8 dhe 9 në gazetën Tema. Nga Baton Haxhiu mund të lexoni Ali Ahmeti, fundi që e shkroi vetë. Dhe vetëm një pyetje mbetet për gjithë. A do të dalë dikush për të ndërtuar organizimin e ri politik, sepse ai i vjetri ka vdekur. Nga Andi Bushati, keni mundësi të lexoni, shohim një tjetër shkrim nga Andi Bushati, mund të lexoni. Begjet Pacolli, një miliarder i trembur. Andi Bushati ndër të tjera shkruan. Me bukurafare, turqit që u shpallën fitues si të vetmit që dinin të bënin në aeroport, YDA Group, ata që patën ndërtuar edhe spitalin elektoral të Firit, u tërhoqën me njëherë pas fitimit të garës. Ata e shitën 40% e tyre të aksioneve në aeroport sa një motociklet 4.200 euro. Editoriali ditës nga Merobaze. Maqedonasit votuan për shqiptarët që ju duhen, me të për zgjedhjet vendore, lokale, pra komunale në Maqedoninë e Veriut. E Merobaze ndër tjera shkruan, qeveria e Tiranës e ka detyrë të investojë dhe të ketë ndikim në jetën politike të shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut, pasi ata ende e konsiderojnë Shqipërinë si një shtet am, edhe pse këtu askush nuk njeh saktësisht kush janë faktorët politik shqiptar, përveç 2-3 emrave. Me opinionet e ditës edhe gazetën Tema e lëm pas. Do të kemë mundësi që në këto moment, për se të shohim gazetën Dita, apo dhe të presim biseda në studio. Vjojmë në këto momente, zhvendosemi me gazetën Dita dhe i rikthehemi pas hyrjes së shtypit. Zhvillim kryesor në gazetën Dita vjen nga Lorenz Vangjeli dhe shohim me kemi në këto momente në ekran. Lorenz Vangjeli, analisti shkruan dje kujtes, sot interes. Shohim tëra detaje. Të shohësh historinë me sytë e telenovelave turke, me tursh në mes në segmentin Tiranë-Vlorë, po zhvillohet një ndeshje tjetër e egër mes shqiptarësh. Të plotë lexoni në faqen 2. Orët kritike dhe ish kryeministrit. Fatos Nanon e rikthye në jetë mjekët e ambulancës, specialist nga jashtë, mbrëm në ndihmë për shëndetin e tij. Histori, arkivat sekrete e Kadria Zbiu urdhëroi dhe më pas anuloi helmimin e Leka Zogut. Është rubrika e shëndetit me disa materiale në fakt, por së pari, cilat janë vitaminat më të domosdoshme për burrat dhe gratë mbi 60 vjeç. Analiza e një votimi të pazakontë. Çfarë kanë nxjerrë për herë të parë në dritë zgjedhjet lokale në Maqedoninë e Veriut? Më tepër lexoni në faqen 3. Maqedonasit kanë votuar për ata shqiptarë që ju duhen. Kaq është e gjithë historia e humbjes së Ali Ahmetit dhe fitores së koalicionit që vlen për Maqedoninë. Të tjerat janë retorik politike, shkruhet në gazetën Dita. E lëm pas dhe këtë të përditshme, kalojmë me gazetën Telegraf. Jemi në gazetën Telegraf, zhvillimin kryesor e kemi, shohim në ekran.
Të shkrihet Prokuroria e Shqipërisë, hetimin le ta bëj Policia e Qeverisë. Flasin avokatët Langozi, Qeleshi, Rusta dhe Bajrami. Ngjarja e Elbasanit, ku një avokat u arrestua dhe më pas u lirua nga prokurori, zbuloi një realitet se në Shqipëri nuk ka më një prokurori që udhëheq politikën penale, por një polici që ushtron atë sipas urdhrave politik. Kryeministri Rama, identiteti digital nis në fillim të vitit 2026, jemi një vit para Bashkimit Evropian, kalojmë nga para kesh në transaksione digjitale. Rubrika Aktualitet, oligarku i call centerave me bilance minimale dhe me qindarka të deklaruara bën fshatra turistik dhe hap firma ndërtimi. Kalojmë në tjetër zhvillim kryesor. Sekretari i Shëndetësisë Robert Kennedy Jr. planifikon të hetoj kontrollin e klimës dhe të motit, bëhet fjalë për një zhvillim që vjen nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Opinionet e ditës, dy janë ato që pasuron në faqen e parë të gazetës Telegraf. Nga Kim Mehmeti mund të lexoni Madhështia e popullit dhe dy fytyrësia e kundërshtarëve politik. Doktor Jorgji Kote shkruan modeli finlandez i strehimit në kohë lufte. Zhvendosemi në Panorama Sport në këto momente, e më pas do të jemi dhe në shqiptare.com. Por shohim Panorama Sport me zhvillimet sportive. Kërnaja tregon muskujt tek Partizani drejtoj unë. Ky është ky artikulli që ka të bëjë me skuadrën e kryeqytetit. Trajneri i ri flet pas ndeshjes së Vlorës dhe situatën tek Demat. Numri 1 i Stolit Kuq merr kontrollin në plot dhe sulmon Milinkovicin, pra ish trajnerin. Drejt botrorit Shqipëria ja skenarët e vendit të dytë. Ka dhe zhvillime të tjera nga futbolli në vend që mund t'i lexoni në brendësi. Patjetër kalojmë në një zhvillim të rëndësishëm. Kthehet Champions League. Barcelona City Dortmundi në fushë për të konfirmuar forcën. Atëherë ndeshjet që luan gjatë mbrëmjes sot me janë këto. Barcelona Olympiakos dhe Kairat Almaty Pafos në 18:45. 7 ndeshje të tjera në orën 21, në orën 9 në mbrëmje. Spikasin Arsenal, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Paris Saint-Germain. Ndeshjet të tjera janë Copenhagen, Dortmund, Newcastle, Benfica, PSV Eindhoven, Napoli, Royal Union Saint-Gilloise, Inter dhe Villarreal, Manchester City. E pas Panorama Sport, shfletojmë pak online, patjetër, shqiptare.com, faqe tonë zyrtare në internet, me interes do të shohim dhe juftoj që të vizitoni dhe të lexoni në çdo moment. Plani i paqes në Gaza, ky është zhvillimi kryesor i përditësuar patjetër dhe që ka të bëjë me zhvillimet në arenën ndërkombëtare. New York Times ka zbuluar shëbat janë të shqetësuar se Benjamin Netanyahu mund të shkel marrëveshjen J.D. Vance sot në Izrael, pra zëvendës presidenti amerikan. Kemi rubrikën minut pas minute sociale, tetori roz. Kryeministri Rama apel grave për bërjen e mamografisë. Luiza Gega, asnjë fitore nuk ka kuptim pa. Nga bota Champions League, 180 tifozë të Napolit arrestohen para ndeshjes me PSV Eindhoven në Holand. Policia janë ndaluar pra le të themi për të shmangur trazirat. Aksidenti dyfisht në aksin Fier Levan, makina përplaset me motocikletën, plagoset një nga drejtuesit, ka edhe video. Ecim në të tjera zhvillime që i kemi të pasqyruara në shqiptarja.com. Okej, jemi në këto momente. Përplasja me prokurorin në seancë lirohet nga qelia avokati Barjami. Prokuria e Elbasanit ka deklaruar s'kishte arsye pse të mbahej i ndaluar. Ligjet, dietë e Komisioni Ligjeve, Ulsi Manja kritika për punën e KLP-s, pra të Këshillit të Lartë të Prokurorisë, nëse nuk reflektoni ndryrën kuvendi. Fatmir Xhafaj ka deklaruar po i krijoni vendit problem në antarësimin në Bashkimin Evropian. Në foto është Mirela Bogdani, drejtuesja e KLP-s. Dhe së fundmi, seanca paraprake për dosjen Veliaj në rrezik nga bojkoti i avokatëve, GKK pritet vendos për kalimin ose jo për gjykim të dosjes Veliaj, ngarkim ndaj kryebashkiakut apo ish kryebashkiakut dhe vendimi pra për shkarkimin e tij është pezulluar, ose më saktë dekreti i Presidentit të Tiranës është pezulluar nga gjykata kushtetuese dhe po ashtu Veliaj ka ankimuar atë vendim për shkarkim nga qeveria mbi të gjitha, po në këtë gjykatë pra në kushtetuese. Pak reklama në këto momente, do të rikthehemi më njëherë shumë shkurtimisht në 2 minuta të shohim lëvizjen e mjeteve dhe mbi të gjitha me ekspertin e pensioneve, zotin Kujtim Hoxha, që do jetë pas pak minutash në studio me mua, do të kemi mundësi të diskutojmë gjithçka që kanë të bëjë me pensionet dhe mbi të gjitha që na intereson më shumë, telefononi
Mbi të gjitha edhe me video call në aplikacionin WhatsApp, bëni pyetje tuaja, shqetësimet tuaja që keni për masën e pensionit apo në çdo lloj problematike tjetër. Në studion në këto momente do të rikthehemi pashtu edhe në rrugë të Kryeqytetit me pamje drejt për drejtë në komunikim me Eldin nga Taxi Lux Albania, shumë shkrimmisht për të parë edhe një herë situatën me lëvizjen e mjeteve. Eldi, të përshëndes edhe një herë, çfarë situate kemi, ka apo jo ndonjë ndryshim për të theksuar, megjithse edhe ora 7:40 minuta ju tha që si e marrë, që kishte pak më shumë lëvizje se zakonisht. Po Andi, përshëndetje sërish, është e vërtet, kemi prezencë trafikut, më shumë se lidhje parë, më shumë mjete dhe më shumë hapësirë të zënë nga trafiku. Me akset kryesore shumë e rëndësishme, ka pak përmirësim rruga e Durrësit, për është shtuar trafik në rrugën e Elbasanit, nga rrethi Kuq deri tek Fakulteti Ekonomik është totalisht e bllokuar, dhe nga ambasada amerikane deri në rrugën George Bush ka ngarkesë për dhe krau i kundërt. Kombinat Pallat Meshigjeta ishte lidhjetori për në qendër, edhe kjo formule përditshme në trafikut. Rruga e Durrësit ka dhënë pak përmirësim, pak probleme vetëm i shqiponjës dhe momentin që ti kalon këtë kryqëzim përfundon në qendër pa probleme, vetëm pak fluks trafiku afër rrethit Zoguxhi. Unaza e madhe e bllokuar Andi nga Selita për të vazhduar unazën e madhe për dalja e Shirane është e pamundur. Ose të duhet pa frikë mbi 40 minuta që të dalësh nga Selita për jashtë Tiranës, sepse komplet unaza e madhe ka shumë ngarkesë. Unaza e mesme ka dhënë pak sinjale pozitive vetëm bulevardi i Zhandark, domethënë tani është vendosur nga gjykata e apelit me trafik deri te kryqëzimi i rrugës Elbasanit, bulevardi Premcuri 3 kryqëzime dhe nga farmacia 10 deri te kryqëzimi Don Boskos, për momentin kemi 3 kryqëzime me trafik. Ferit Xhajkun, Reshit Petrelen dhe rrugën Asim Vokshi me probleme deri tek pjeca që lidhet me zogun e zi. Për momentin janë 35 deri në 40.000 mjete, pra 2 fishuar dhe 3 fishuar fare lëvizja, dhe hapësira është tani mbi 7% e Tiranës për bën trafik dhe situatat vështira si unaza madhe dhe akset kryesore përveç rrugës Durrësit dhe unaza mesme me probleme. Kështu që andi mbi 7% e Tiranës, 35 deri në 40.000 mjete. Besoj nga koha, nga moti mund të jetë faktori, por dhe pak temperaturat që normalisht kur ka lëkundë temperaturat dalin më shumë mjete në qarkullim, këto janë faktorët që na çojnë që të krijojmë idenë që përbërjet e trafikut. E qartë. Mirë, le faleminderit, të përshëndes dhe të uroj ditë punë të mbarë. Faleminderit dhe ju përshëndes. Faleminderit edhe një herë Eldit, ndërsa me Taxi Lux Albania mund të udhtoni në mënyrën më komode çmimet më konkurruese. Përshëndetem dhe i them mirëmëngjes zotit Kujtim Hoxha, ekspert për pensionet. Mirëmëngjes, faleminderit dhe kënaqësi që të kemi në studio. Mund t'ju bëj me dia si që kam bërë në fakt që nisjet programit gjithë atyre që në ndjekin, në javë tema e ditës që do të diskutojmë me të ftuarin numri në WhatsApp që mund telefononi dhe mund të bisedojmë së bashku për problematikën që keni me pensionin tuaj apo llogarit dhe çdo gjë tjetër që le të themi keni merak dhe keni paqartësi, dhe zoti Hoxha do të na shpjegojmë shumë, por që s'pari zoti Hoxha ne diskutuam përpara një muaji, mos gaboj, ende nuk ishte bërë me dije indeksimi. Ne shkuam tek 3.4% që ndoshta ishte dhe mundësia, por më pas le të themi gjithë për llogaritje nxori indeksim 2.5% të pensioneve. Me ata që prisnin qytetarët pensionistë, ishte një shifër e ulët. Pritshmëria për të patur një indeksim më të lartë ishte më e madhe, megjithatë ajo është fakt që nga 1 tetori i 2025-s edhe deri sa të bëhet indeksimi i radhës, pensionet do të trajtohen, këto që janë caktuar deri me 1 tetor, 2.5% më shumë, duke rritur me 2.5%. Kjo nuk u zgjidh në një problem thelbësor të qytetarëve, sepse çmimet me ndjesin e tyre qytetarët konstatojnë që çmimet janë më të larta në Tu ka pasur, le të themi, mendime dhe ironi deri nga më ndryshmet që vetëm një kafe mund të pish apo deri tjetër. Pastaj krahasime merren me produktet që përdorin pensionistët, me kafet, me ushqimet e domosdoshme, duke futur këto qumshin, bukën, djathin, mishin. Po i marrim si emërtime, po për shumë veta
për shumë pensionistë ato janë thjesht një ëndër, sepse nuk e realizojnë dot me këto çmime. Unë kam sjell edhe shembull që me 480 lekë që rritet pensionin në qytet, që ishte nga niveli diku më i madh, pak a shumë. Ndërsa në fshat është 290 lekë. Me 480 480 lekë ble në treg 300 gram djath. 300 gram djath i bje nga 10 gram në ditë. Ka që dhe përfiton indeksimi pensionit që është edhe mujor. Indeksimit, po kjo është thjesht për të ilustrua, pastaj po e kuptoj. Ai zhvlerësimi i paras. Me ato para që kam patur para një viti, qytetarët nuk realizojnë do të ato produkte që kam patur të realizuara një vit më përpara. Kështu që është një vëmendje të qeverisë duhet jetë. Besoj tani, le të themi ajo gjë e radhës shpresin pensionistët këtë deri është bonusi? Po bonusi mbetet si... Jo, patjetër, ajo është. Po themi njërë në vit ose në varësi si dhe sa jep qeveria. Ka premtuar që do të japë për çdo fund viti, dhe pritet që të ketë një bonus, sa do tjetë ajo rrët nga të ardhurat që ka qeveria dhe nga mundësit pëse. Mënyra e të shpërndarit do të përcaktohet nga ligjvendësi duke nxjerrë udhëzimet për kace në përmjet edhe Institutit Sigurimeve Shoqërore, që është shpërndarësi faktikisht i të gjithë të ardhurave të pensionistëve. Ky është institucioni që bën menaxhimin e skemës sigurimeve shoqërore dhe mbetet për të parë. Këto pastaj lihen me afate. Deri para një viti ka qenë me afat që rezervoshe deri ta për të tërhequr bonusit deri në një vit, tash i ka kaluar me 6 muaj. Me 6 muaj. E ka ulur ndoshta edhe për më pas le të themi digjet. Edhe për shkak të asaj se derisa pretendojnë që duhet e kam nevojë emergjente. Po, skepse lën, po, mbas një viti, skepse lën deri aq e deri tjerë. E kuptoj. Ndërkohë, ky 2.5% që i indeksimit besoj është tërhequr. Për pensionet e torë, çdo pensionist e kanë marrë. Po, merr pensionin e radhës dhe e ka pjesë të pensionit në vazhdim pastaj. E kuptoj. Mirë, kemi një telefonat në studio. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes, përshëndetje, Ondi. Përshëndetje, ju dëgjon edhe zoti Hoxha, nëse keni diçka për pensionet. Nuk di pensioni juaj apo të tjerë, më thuaj. Na e thuaj të dyve, po. Me qenë që është ai ekspert gjatë të studiat, do ka që 2 fjallë. Unë kom dalë 2017 në pension. Po? Kom pas 35 vite punë dhe bres pune. Kur ka fundi punës, vitet që kom punu me ndërhojgjën hidrocentrale, nuk më ka figuru ashtin në kompjutera. Sa vite në hidrocentrale në para 90-ës? 5-16 vite. Apo shishi 10 vite, nga firë zakomani i vau denjë. Këshë, unë kom merë me pension 100, tash nga bojë 160.000 lekë, pensionim, me 21 vite punë, kur që tjere nga rumë. Dhe më honi takon, 14 vite që më kanë humë. Nuk o halli, po jonë edhe shumë tjerë. Tashti, unë kopin e të bresë punë që kom shpi, a mund të bëjë gjabë, pas mund të bëjë, që kom e shfertit për këtë punë. Po, zëti Hoxha, mund në të gjosh. Atërë, mi bazën e informacionit që jep qytetari dhe shqetësimi që ka për pensionin e vetë, a i konstaton që një pjesë e periudës së vjetërësisë në punë, të punuar para viteve 93, nuk është marë parasysh, por nuk në tha shkaqet, po sigurisht, për shkaqet e mosmarrjes parasysh të vjetërësisë në punë, administrata e sigurimeve shoqërore mund të ketë konstatuar paregullësi të librezës punës. A i thanë librezi kam? Ose mund t'i ketë në librezë, se atë syshi... Po e tha dhe punë konkrete, në hidrocentrale, në gjitha këto veprat. E dim ku janë ato, të përcaktuara, por ka mangësi akoma në dokumentacionin që administron sigurime shoqërore në përmjet arkivës qendrore që ka në Lundër, aty janë depozituar të gjithë nërmaret e mbyllura, aty janë dokumentat edhe të hidrocentrale. Kryesisht, deri para pak kohë kanë qenë të administruara nga sigurime shoqërore për një arkiv në
në Elbasan. Si mund të rekuperoj zotëria, nëse është në një mënyrë, ose çfarë sugjerojnë? Duke ndjekur rrugët administrative, do t'i bëj kërkesë nëpërmjet e Albanias sigurimeve shoqërore për ta rishikuar, për ta shqyrtuar pensionin, duke përcaktuar edhe këto periudha dhe ndërmarrjen ku ka punuar. Se bishet shumë vite i kanë humbur një farë mënyrë, nuk dje ka bërë këtë ankesë. Se kështë dalë që në 2017. Duhet ta shikojnë se bën vaki, që ndodh shpesh, që punonjësi që merret me evidentimin, me verifikimin e vjetësisë në punë, mos e këtë parë me kujdes, dhe t'i këtë shpëtuar. Kështu që, kur i bën rikërkesë për rishqyrtim, shikosh në përgjegjësi dhe nëse ata nuk i kanë, pastaj është negativ dhe duhet të ndikë rrugët administrative për të vajtur në gjyq. Në rastet e tjera zgjidhet pozitivisht. Por kjo duhet bërë. Duhet bërë një ankesë, kjo është patjetër dhe domosdoshme. Ju kuptoj. Faleminderit zoti Hoxha për këtë rast. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjesi. Përshëndetje, si kaluat? Mirëmëngjesi, në përgjithësi mirë ju si jeni, ju dëgjoj me kënaqësi edhe unë edhe zoti Hoxha, mirë se vini në program. Vetëm të lutem me pak kujdes telefonin, mos u afro shumë ose mos afroni telefonin, një nga këto dyja. Po, ju dëgjojmë zotëri. Besoj po, ju dëgjojmë. Një pyetje desha t'i bëj profesorit. Po, patjetër. Unë jam një nga ish-minatorët e kohës Partisë Punës. Ku eksaktësisht? Ta them në prenga si marrë. Po, ju dëgjojmë. Një nga minirat më të mëdha në Shqipëri. Që kanë qenë. Po. Tani për sa i përket pensionit tim, unë kam dalë me pension me 60%. Po? Më kupton? Po, zoti Hoxha ju kuptoj patjetër. Edhe, mu isha moshën 65 vjet. Edhe vjetë e punë që kisha gati 18-19 nënën tokë. Po? Nënën tokë. Po? Kur ka moshën 65 vjeç, unë nuk ka marrë asë një lloj shtese fare, thjesht ngeli kjo që ishte. Okej. Kaq është, okej, na dëgjoj, të lutem aty mbaj telefonin, po zoti Hoxha. Atëherë, sipas shpjegimeve që dha qytetari, ka dalë me atë reformën që doli në vitet 91 deri në 95, pra kjo është periudha që zotëria ka dalë me 60%, dhe si rezultat, ai e ka gëzuar këtë duke përfituar edhe indeksimet në vite, ndërkohë në moshën 65, qytetari ka patur të drejtë të aplikojë edhe për pension suplementar minatori. Por, jo para vitit 2019, nëse ka mbushur moshën 65 vjet para vitit 2019, s'ka qenë ky ligj. S'ka qenë ligj. 57. Por 57 si datëlindje. Si ditëlindje. Po, 2 maj 57. Atëherë zotërisë i lind me të drejtë, sipas moshës që tha, në 65 vjet kur ka plotësuar, duhet të aplikonte, meqense se ka marrë, duhet të mos ketë aplikuar. Se fakti... Keni aplikuar apo jo? Se fakti... E kam bërë kërkesën me shrefuzuar në Elbasan. Shrefuzuar ka arsyet e veta, po me kaq shpjegim sa dha qytetari, ai ka të drejtë sepse ai e ka përfituar këtë status. Domethënë, ka qenë minator në tokë që ka dalë me 60%. Dhe s'ka arsye të tjera që në një periudhë të dytë, të themi kur ka plotësuar moshën 65 vjet, i refuzohet kjo kërkesë. Ato 18 ose 19 vjetë sa ka plotësuar qytetari për punë të kryer në nën tokë, do përfitojë një shtesë 1% për çdo vit që ka punuar në tokë të pensionit që merr aktual. Dhe nëse se ka përfituar, ai çfarë do të bëjë? Pra në sigurimeve shoqërore, nëse banon akoma në Prenjas, që është administrimi i drejtorisë rajonale të sigurimeve shoqërore të Elbasanit, ai duhet të aplikojë atje, pavarësisht se nuk ka sportele, mund të gjendet gjithmonë një njeri atje pranë, që ta ndihmojë për të aplikuar. Për këtë dhe jam i sigurt
që nuk ka arsye E kuptoj. për të mos e Po, marrë. zotri, edhe diçka të lutem se na duhet dhe të vijojmë, patjetër. Edhe diçka që ato zyra në Elbasan janë zyra konservta, themat, jesë futet njerit fare. E dim, Po, e tha zotri Hoxha. Në një mënyrë apo në një tjetër ose edhe në Albania. E kuptoj. Megjithatë, me sa di unë kam vajtur në sigurime shoqërore të Elbasanit për një problem të ngjashëm dhe megjithse është nuk u bën kontakte, me kërkesën që i bëra atje në sporteli, doli drejtori dhe komunikuam. Faleminderit zotri, faleminderit që të ecim se edhe minutat fluturojnë. Kemi mundelisht një zonjë edhe një pyetje që më ka ardhur që në të parë mëngjesit e Zotrin Hoxha, por mirëmëngjes, përshëndetje, mirë se vini në program zonjë. Përshëndetje. Mirëmëngjes. Mirë se vi gjej. Faleminderit, ju dëgjojmë me kënaqësi. Na thuaj. Unë jam një inxhiniere që kam punuar 37 vjet. Po? Që nga viti 74 deri në vitin 2011. Po? Në çfarë fushe? Kam dalë në zbatim, inxhiniere në zbatim. Kam punuar në një kantier prodhimi parafabrikatës dhe më vonë në privat. Bazë vitit 93. Po? Tani unë kam dalë në pension në vitin 2011. Jam me një pension që tavani ishte 252.000 lek. Le të kishe paguar sa të doje siguracion. Tani nuk e kuptoj që neve nuk na të gjithë dhe ju shqipen. Tani kush del në pension tani, inxhinierët marrin nga 50.000 lek të reja në muaj. Po. Ne jemi me një pension minimal. Tani si mund ta kuptos që një inxhiniere që ka punuar në zbatim në një Patjetër. Në vështirësi, se nuk e kemi pasur të lehtë punën. Absolutisht, e kuptoj zoti Hoxha. Mund ta dëgjoni ju lutem. Tani çfarë mund bëhet me pensionet tona? Pyetja tuaj është një pyetje interesante që shumë qytetarë të profesioneve nga më të ndryshme, duke futur këtu edhe inxhinierët e ndërtimit. Të lutem pak me telefonin, zonjë. Inxhinierët mekanik, jurist, ekonomist, edhe profesionet tjera që futën në profesionet e lira, të cilët ankojnë për pensionet e tyre të ulta, sepse kanë dalë në pension para vitit 2014. Është e vërtet, si pas shpjegimeve që dha qytetarja, që në atë periudhë ka qenë ligji 7703 neni 31, 33 dhe 59, që beshin tre llogaritje të pensionit dhe merrej me e vogla. Do më thënë, është pas sens në koncept. Tre llogaritjet merrej me e vogla. E para. E dyta, kishte nga llogaritjet merreshin kufizime, sepse pensioni, në kohën që ka dalë zonja, nuk mund të ishte më shumë se 2 fishi i pensionit minimal. Dhe kse e ka zënë në momentin që pensioni minimal ka qenë 1228, shumëzime 2 vete në ato shifre që ta zonjë. Tani, krasuar, se gjithmonë kështu bëhen krasimet, duke marrë parasysh edhe iden që ka hedhur Instituti i Sigurimeve Shoqërore që për kontribute më të mëdha, duhet marrësh pension më të lartë. Në rastin konkret, edhe për profesionet të ngjashme, për kontributet të ngjashme ka një diferencë me koleget e veta që kanë dalë pas 2014. Dhe kjo është e drejtë. Rekuperohet apo jo, apo çështje e ligjit e tjerë. Si mund rekuperohet? Kto gjithmonë që nga koha kur ka dalë ligji 7703 në vitin 93, kanë dalë 5 vendime e Këshillit Ministrave që ka rregulluar këto anomali, po them, kur ndryshon ligji ka diferenca edhe logjike midis profesioneve. Zonja mund ta rregulloj? Dhe vetë nuk e rregullon ajo, është detyrë e qeverisë që me një vendim të veçantë, siç ka bërë ato. Po që zonja mund të të bëjë një ankesë apo diçka tjetër apo jo? Jo, pritet të dalë vendimi i qeverisë që të rregullojë këto gjëra, se s'është e vetme në këtë fushë. Po, e drejtë, ju kuptoj shumë që. Unë njoh me qindra njerëz që më vinë edhe më pyesin për këtë. E kuptoj. Zonjë, kështu që do të jetë ai momenti për të zgjidhur problemin. Por që qeveria e ka në konsideratë zoti Hoxha. Patjetër është për të rregulluar. Zonjë, të falenderoj. Edhe unë ju falenderoj juve, po inshallah ta gëzojnë para se t'iken nga kjo jetë.
Të kesh jetën e gjatë dhe ta gëzosh sa më shumë. Të kuptojmë që kjo çështje mbetet me një vendim të qeverisë që të rregulloj këtë problematikë dhe këtë anomali. Faleminderit. Kemi edhe 3 minuta kohë se koha fluturon, kështu që telefonata e radhës. Mirëmëngjesi, përshëndetje. Përshëndetje zotëri, pak shkurt edhe konkret të lutem. Mirëmëngjes. Thjesht për çështje kohe, jo për një gjë tjetër. Më thuaj. Na thuaj. Jam në qyteti Shkodrës, në fshatin mes Shkodër. Po? Kam punën e pensionit. Kam dalë në pension para një vitit. Largoje pak telefonin, të lutem. Pak. Okej, aty? Kam dalë në pension para një vitit. Po? E kam bë kërkesë 2 edhe 3 herë tjera se më ka dalë pensioni, me fjalë më kanë humbë. Tana vitet që më kanë humbë. 79 deri në 87 i kam pas me librez edhe nuk mi kanë prenue. Po, gati 8-9 vite punë. Çfarë punë e keni bërë në atë periudhë? Si zotëria që... Nërtim në shënje edhe në parafabrikat bujësor. E kuptoj. Okej. Zoti Hoxha? Na dëgjoj zotëri. Na dëgjoj thjesht për e kohën dëgjoj zotin Hoxha. Sipas shpjegimeve që bëri qytetari, ati mungoj një pjesë të vjetësisë në punë, nuk e ka njëtër periudhën para 93, dhe cila në kohën që ka dalë zotëria, nuk ka dalë ligji, nuk ka qenë në fuqi ligji 7 i vitit 2025, i cili një a priori periudat e më parë. Po. Pra, ata që janë në një pension, pa dalë ligji 7 2025, të vetë me rrugë që e kanë në rastet kur administrata nuk konstaton vjetësi pune për munges të dokumentacionit, betet e vetë me rrugë me të gjyqin. Do kalojë në gjyq. Nuk ka rrugë tjetër për të zgjidhur këtë problem që ka qytetari. Mirë, faleminderit zotëri. Faleminderit, vetëm gjyqi mbetet, tha zoti Hoxha. Po. I kam me librez shkrume. Të kuptoj, e dëgjuam. E dëgjuam atë. Si që duket libreza që tjetë e përdorshme, si dokument duhet të plotësoj disa kushte. E para, një duhet e plotësuar pa korrigjime, të ketë në nënshkrimin e punonësit të autorizuar që plotëson të librezën, dhe më thënë të punëdhënësit, një kosisht të ketë edhe vullat. Ju kuptojmë. Faleminderit, zotëri. Si duket ka në një... E kuptoj. E fundit fare, lutem se më bërë këtë pyetje edhe një kolege. Në momentin që ndron jetë bashkëshorti, zonja, pra bashkëshortja, të dy trajtohen edhe bashkëshortja pa tjetër që ka ndruar jetë me pension, por bashkëshortja që ka pensionin më tullet, mund të marrë pensionin e bashkëshortit? Legislacioni ka parashikuar që një qift, kur shuhet njeri, ai që mbetet gjallë, ka 2 të drejta, të zgjedhë pensionin e vetë, nëse ka kushtet për një pension, ose të marrë pensionin e burit. Ose të bashkëshortës. Bashkëshortës, ose të bashkëshortës. Në këto raste duhet kjetë parasysh që duhet plotësohen disa kushte. Para të ketë moshën 55 vjetit. Nuk mund të marrë më për para bashkëshorte. Po, këtë mosh, këtë kriteret e mirë plotëson. Se trajtojt edhe momentalisht me pension, thjesht e ka më të ullët. E dyta, duhet kuptoj se nuk e merë pensionin e plot të burit. Merë 50% të pensionit të bashkëshorte. 50% të pensionit. Edhe krahason me pensionin që merë vetë. Që ditit një lartë, atë do të zjedhë. Nuk mund t'i marë. Ose ka raste që qytetarët nuk e kuptojnë të marrë edhe këta edhe ata. Do marrësh njerë. Vetëm njerë. Nëse merë të bashkëshortit, merë 50% të bashkëshortit. Dhe bëllonërë. E kuptoj. Zotë, faleminderit. Faleminderit shumë kënaqësi, me shumë dëshire dhe interes të pa një shpëtetën të shumëta. Shpresoj që të kemi sërish edhe për diskutuar dhe pak më gjatë për pensionet, se që gati nuk mbaron kurrë për këtë kategori të saktuar.